5 detyrimet ligjore që çdo prind duhet të di. Prindërimi nuk është vetëm dashuri, por është dhe një përgjegjësi e madhe. Prandaj, këtu do ju elenkoj 5 të drejta ligjore kryesore që çdo prind duhet të di. Kujdesja dhe edukimi. Ti ke detyrim ligjor të përkujdesesh për fëmijën tënd, nga veshja, ushqimi deri te edukimi dhe sjellja. Detyrimi ushqimor për të mbajtur fëmijën nuk është zgjedhje, por është një detyrim ligjor. Pra, edhe nëse nuk jetoni më me fëmijën tuaj, keni një detyrim financiar. Ushqimi, shkolla dhe shpenzimet e tjera jetësore janë përgjegjësia dhe detyrimi jonë. Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës. Pra, nuk mjafton vetëm dashuria. Ligji kërkon që ti të mbrosh interesin më të lartë të fëmijës, të mbrosh të drejtat dhe mirëqenien e fëmijës në çdo vendim që merr. Bashkëpunimi me prindin tjetër. Edhe nëse jeni të ndarë, bashkëpunimi me prindin tjetër është detyrim. Dhe të pengosh kontaktin me prindin tjetër është një shkelje e rëndë ligjore. Detyrimi 5 është detyrimi për arsimim. Arsimimi është i detyrueshëm deri në moshën 16 vjeçare. Ti ke përgjegjësi ligjore të sigurosh arsimimin e fëmijëve dhe ndjekjen e shkollimeve. Njohja e ligjeve është forma më e mirë e dashurisë që mund t'i tregosh fëmijës tënd. Për më shumë informime dhe edukime të tilla ligjore, më ndiq në faqet e mia.